Sërish për plasjen e madhe. Dritar, më bëri shumë përshtypje edhe Hekseth, I cili ka sulmuar aleatët dhe akuza kryesore ka qenë që ju me bllokimin që I bët, le të themi, apo mos bashkëpunimin me Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftën që ja ndërmori kundër Iranit, keni vënë rrezik jetën e ushtarëve tanë, bijve dhe bijave tona. A mendon se Europa apo mungesa Europës si aleate e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë sulm ka prodhuar pikërisht këtë situatë për Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo, kjo është një situatë që Shtetet Bashkuara të Amerikës po e shfrytëzojnë në koordinimin e saj për të ristrukturuar NATO-n. Pra do të kemi një ristrukturim të NATO-s. Ristrukturim të NATO-s, po. Dhe kjo është deklaruar nga Mark Rutte, I cili I shpëtoi gjatë një takimi me Zelenskin në G7. Ku ishte edhe Mark Rutte, në bisedën që po bënte, shpëtoi që shumë shpejt tha do të kemi, pra nuk ishte pjesë e pyetjes, nuk ishte pjesë e asaj, thjesht një bisedë thjesht, dhe tha do të kemi sërish një ristrukturim të NATO-s, tha. Që është hera e tretë që NATO ristrukturohet, pra ka qenë hera e parë që është ngritur NATO, pra në vitin 1954, hera e dytë është në vitin 1992, kur NATO është ristrukturuar sërish, pra është hapur, dhe tashmë është hera e tretë që NATO do bëjë një ristrukturim. Dhe ky ristrukturimi normalisht që NATO-n e komandojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duan të gjenë një justifikim, pra një justifikim të shpjegueshëm, jo se atyre ju duhet se deri më sot Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka pasur nevojë, nuk japin llogari kujt në këtë aspekt. Por I shpjegueshëm që të bindin paret që për shkak të kësaj që ka ndodhur, NATO duhet të ristrukturohet. Dhe ristrukturimi I NATO-s do të vinë atë rikonfigurimin e ri të NATO-s kryesisht në Bashkimin Evropian, pra në mënyrën se si do të merret vendimarrja në NATO, se si do të funksionojë trupat, se komanda e re e gjitha duhet, sepse është e nevojshme për nevoja të kësaj lufte të re që po zhvillohet në Ukrainë dhe në Rusi, pra kësaj luftës moderne. Kjo NATO me këtë kapacitet që ka, me këtë strukturë komanduese që ka, me këtë lloj shtrire që ka, është e paaftë ti përgjigjet kësaj lufte. Por në rast se kjo do të bëhet për shkak të këtyre ndryshimeve, atëherë do të pranohet që ti je I paaftur para Rusisë. Pra në rast se do të thuash ne po e bëjmë të ndryshim për shkak se Rusia dhe Kina kanë strukturuar ushtritë e tyre, përkohësisht Rusia dhe neve duhet I bëjmë ballë kësaj luftës, atëherë ti po tregon që ti nuk je sot në kapacitete për të përballuar, ndërkohë që ti këtë e kërcënon Rusin. Pra të bie poshtë kërcënimi. Për këtë arsye ti duhet gjesh, duhet japësh një arsye tjetër, dhe arsyeja më e mirë është kjo, që duke qenë se juve nuk vepruat ndaj nesh, pra neve rrezikuam ushtarët tanë, se po të kishin qenë juve ushtarët tanë do ishin vrarë por njësoj, pra nuk kishte ndonjë ndryshim tjetër, se raketës nuk ka shi bën as mbrojtje raketore ka vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Evropa nuk ka mbrojtje raketore, nuk e njeh fare këtë punë. Kështu që edhe po të ishte angazhuar Evropa nuk kishte bënte në këtë aspekt. Po ta marrësh logjikisht. Në kuptimin e mbrojtjes. Në kuptimin e mbrojtjes, sepse raketat iraniane nuk I ndalonte dot, vetëm sistemet Patriot dhe THAAD ka vetëm Amerika, nuk ka Evropa. Kështu që edhe po të kishin vajtur forcat evropiane atje do ishin vrarë edhe ca evropian më shumë, asgjë tjetër nuk do kishte ndodhur. Në rezultatin përfundimtar, pra nuk ka të bëjë me këtë. Është thjesht arsyeja për të gjetur që ti të justifikosh ristrukturimin e ri të NATO-s. Kjo nuk do të ndodhi sot, kjo nuk do të ndodhi nesër, pra për një periudhë 6 mujore do të vi duke acaruar kjo situatë, pra retorike e Shtetit Bashkuar të Amerikës në mënyrë që ta detyrojnë që duhet NATO të ristrukturohet. Dhe në një kohë shumë të shkurtër, kryesisht nga shtatori, nga tetori, do dëgjoni që duhet të bëjmë ristrukturimin e NATO-s se kështu siç është nuk mund të funksionojë. Dhe realisht kështu siç është NATO nuk mund të funksionojë më, sepse kjo NATO që funksionon në këtë mënyrë, me këtë kolegjialitet për 32 vendeve është një NATO në kohë paqe kur kishim një botë unipolare, ku vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës kontrollonin gjithçka, ndërsa sot bota nuk është më unipolare. Interesat ekonomike kanë ndryshuar shumë, gjerë dhe gjatë, totalisht, ke futur një fuqi tjetër ekonomike e cila është Irani, sepse pavarësisht se ky memorandumi nuk mund të hyjë nesër në fuqi ose diçka tjetër. Por është hequr blokada dhe do vazhdoj të shitet nafta. Pra ka vazhduar të funksionojë kalimi I anijeve. Dhe në një aspekt praktik memorandumi po implementohet për arsye se memorandumi ka një pikë që thotë në 60 ditë anijet nuk do paguajnë anijet do kalojnë për këto 60 ditë nuk do paguajnë tarifë. Pas 60 ditësh me fjalë do filloj tarifa. Dhe bëhet llaf për këto anije që janë këtu të bllokuara. Sepse ju duhet 60 ditë që të dalin normalisht sepse është vetëm një rrugë kalimi. Pjesa tjetër është ose e minuar ose në rrezik. Prandaj duhet kalojnë kalimi është I ngushtë dhe I pakët dhe duhet kohë shumë. Për këtë arsye është bërë kjo. Dhe në këtë aspekt nesër do të vinë ndryshimi I kësaj force. Sot ti ke 32 vende, të cilat marrin pra edhe neve si Shqipëria që s'kemi asnjë fuqi reale në NATO, nuk kemi asnjë fuqi reale, ne jemi përfitues në NATO. Pra aktualisht jemi barr jo vlerë e shtuar në NATO. Këtë le ta themi pra. Nuk ke vlerë e shtuar. Dhe neve kemi votë të njëjtë
me ata që kanë fuqinë në NATO. Nuk mund të kesh vot të njëjtë me ata që kanë fuqinë në NATO. Sepse fundja fundit është një organizatë force. Nuk është një organizatë jo qeveritare, siç janë OJQ-t në Shqipëri, edhe kemi të gjithë të drejtat barabarta se është demokraci. E para është një organizatë ushtarako-politike. Dhe kur thua ushtarake, në ushtari nuk ka demokraci. Ta heqin gjithë nga mendja që mendoj se NATO është dënë. Nuk mund të ketë demokraci në ushtri. Në ushtri ka urdhra dhe veprime, ka komand dhe komanda ka hierarki. Edhe NATO është një organizatë ushtarake hierarkike. Pra komandën e kanë amerikanët dhe të tjerët zbatojnë. Dhe pastaj neve themi që na morën e mendimin. Po më ti mund të japësh mendimin, po s'mund të kesh të njëjtën drejtë vote. E qartë. Pra duhet të organizohet dhe të riorganizohet në mënyrë që të jetë më efektive, sepse sot ti për të marrë një veprim në NATO duhet gjithë të jenë dakord. Në një moment caktuar, për një interes të vogël, njëri thotë jo, ta kundërshton dhe po s'qen të gjithë dakord, nuk bëhet asnjë veprim. Prandaj duhet të ristrukturohet dhe të ndryshojë që të bëhet efektive. Sot nuk është efektive NATO. S'ka asnjë efektivitet. Dritan, ndërkohë lexova një artikull ku thelbi ishte rikthehet Hezbollah në kuptimin që për fakt, deri para disa kohësh Izraeli dhe Netanyahu pretendonin që ishte një ushtri apo organizat tashmë e asgjësuar. Ndërkohë, mënyra se si po paraqitet, sidomos gjatë këtyre javëve të fundit, ka treguar që jo vetëm nuk është asgjësuar, por po përballon me sukses të paktën betejën në jugun e Libanit. Si e vlerëson këtë situatë në raport me Hezbollahun? Unë thash edhe pak më parë, Hezbollah është një organizat e cili çdo shtet nga ana ushtarake do ta kishte zili, sidomos shtetet e vogla si puna jonë, në mënyrën e eficiencës ushtarake, të organizimit ushtarak dhe të fuqisë ushtarake që ata kanë, sepse kanë kapacitetin ushtarak të një fuqie të vogël, të një shteti të vogël. Pavarësisht se nuk është shtet. Pavarësisht se nuk është shtet. Prandaj them janë zili për të pasur mënyrën se si ata funksionojnë, efektivitetin, gatishmërinë ushtarake, fuqinë e tyre luftarake dhe vullnetin e tyre luftarak. Për 2 muajsh e kanë bllokuar totalisht Izraelin duke shkaktuar dëme të mëdha në njerëz dhe në mjete. Dëme të paimagjinueshme dhe të pariparueshme nga ana e Izraelit. Në këtë aspekt, plus kanë treguar që ushtria izraelite është një ushtri totalisht kriminale e aftë vetëm për të vrarë civila të pambrojtur. Për të plaçkitur civila të pambrojtur, për të përdhunuar civila të pambrojtur dhe as edhe një gjë tjetër. Kurse në momentin që përballet me një forcë të njëjtë në kapacitetin ushtarak, ajo nuk është aftë ta përballojë atë luftim. Sepse nuk po ecën dot, nuk përparandot, gjithçka po e bën vetëm rrëmjet, edhe ato bombardime që bën janë të pakta, po menjëherë pastaj pas bombardimit kur tenton të hyjë, sërish has në rezistencën e forcave të Hezbollahut. Dhe në rast se vazhdon një kohë të gjatë të tillë, pra, në rast se do të vazhdonte edhe 6 muaj një luftim i tillë, pas 6 muajsh, unë jam i bindur që ushtria izraelite nuk do të kishte më asnjë kapacitet ushtarak për të bërë asnjë lloj operacioni ushtarak nesër. Nëse kjo do të vazhdonte. Pra vimte ajo që sot me këtë intensitet mbrëm gjatë natës, izraelitët janë munduar të hyjnë në Nebatie. Nebatie është një qytet në jug të Izraelit, në jug të Libanit, është një qendër e Hezbollahut, është një qytet i madh. Dhe mbrëm në luftimet e mbrëmshme, vetëm gjatë luftimeve të mbrëmshme, me filmime direkte, unë i kam ato filmime se i kam pas, por nuk me filmime direkte janë asgjësuar vetëm mbrëm për punë 2 orësh 6 tanke me goditje direkte të filmuara. Ato tanket Merkava, pra, dhe vimte ajo vjet përpara se të vritej Hassan Nasrallahu, i tha Izraelit që në rast se juve do tentoni të hyni me forca në Liban. Në një kohë shumë të shkurtër, do të mbesni pa tanke. Dhe kjo po ndodh. Prandaj them në rast se kjo do të zgjasë 6 muaj, do të mbesin pa tanke dhe pa antoblinda. Gjithsesi, e dëgjova dhe Trumpin dritan, e kisha dëgjuar vetëm tek ty në fakt, po e dëgjova dhe Trumpin që tha që puna e Hezbollahut duhet, unë mendova ta zgjidhte Siria. Po. Çfarë ka ndodhur? Trumpi po mundohet që të mbushë mendjen Al-Gjolanit që të sulmoj Hezbollahun nga mbrapa, pra në atë që quhet në Beka Valley, pra në atë luginën e Beka. Aktualisht Siria ka çuar forca atje, kryesisht gjitha forcat që ka çuar në rast se na njofton do na ndihmonte me një hartë të zonës atje. Duhet ta kem te misioni tjetër regjia. Ska rëndësi një hartë të lindjes mesme për ta treguar pak si ide. Pra kështu,
Në rast, pra, ka quar forca aktualisht në kufi me Libanin, të gjitha ka përqendruar atje kryesisht forcat që ka forca mercenare. Pra forcat mercenare janë gjitha luftëtarët e Siria. Janë gjitha grupet mercenare që kanë luftuar në Siri, që janë aktualisht pjesë e ushtrisë së re siriane, ka grumbulluar atje. Aktualisht ka të dhëna që po ofrohen pagesë edhe për mercenarët të tjerë $1.500 në muaj. Parat i paguan Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të hynë si grupe, pra të dalin jashtë pra kjo. Pra ky është Libani, kjo është Siria. Janë grumbulluar forcat këtu, në këtë pjesën këtu. Pra këtu. Po gra grumbullimet të përditshme, lartësit Golan. Janë grumbulluar forcat këtu, në mënyrë që të hyjnë këtej në drejtim të Libanit. Në shpinë të Hezbollahut. Por ka një gjë, aktualisht është Turqia ajo e cila po e mban Gjolanin që mos të hyjë. Për 2 arsye. E para, ose për 3 arsye, le të themi. E para, në rast se forcat siriane do të hynin në luftim këtu. E para nuk do arrini të bëni ndonjë gjë të madhe. Thjesht do të merrni një përqindje të vogël të Hezbollahut për të përballuar këtë, por në moment që hynin këto forca, automatikisht ushtria libaneze do të hynte në luftë për krah Hezbollahut për të mbrojtur territorin e vet nga këto forca të Sirisë. Vetë libanezët. Vetë ushtria libaneze. Ushtria libaneze zyrtare. Zyrtare nuk ka hyrë në luftime kundër Izraelit. Pra vetëm Hezbollahu po lufton me Izraelin. Ushtria libaneze jo. Pra kjo do të fusë ushtrinë libaneze aktualisht në të njëjtin front me Hezbollahun. Dhe kjo do t'i jepte e para, e dyta, pra ta fusë gjithë Libanin. E dyta, në këtë moment që Hezbollahu po luftonte edhe me grupet terroriste të Sirisë, po edhe kundër Izraelit, Hezbollahu do t'i jepte më shumë fuqi politike në të gjithë lindjen e mesme. E qartë. E treta, në rast se do të ndodhte kjo, grupet shiite në Irak kanë kërcënuar që në rast se Siria hyn në luftë kundër Hezbollahut në Liban, ne do të hyjmë menjëherë në luftë kundër Sirisë. Pra këto grupe që janë vendosur këtu mbrapa është Po. Irak. Pra këto do të hynin dhe do të merrnin. Pra ky territori do të ishte ajo që kemi diskutuar, që Siria mund shkonte drejtëzbërjes. Në rast se kjo ndodh, atëherë fuqia turke sot gjeopolitike në këtë rajon do të binde, sepse gjeopolitika turke sot është e fuqishme për shkak të Sirisë, sepse Zoja Saadin e kontrollon Sirin. Në momentin që se kontrollon më, atëherë Turqia si bie kapaciteti, bie fuqia totalisht dhe Turqia nuk merret me nuk ka më asnjë vlerë në këtë moment. Dhe nuk ka vlerë as për Amerikën, as për Evropën, dhe i shërben vetëm Izraelit në këtë moment që të bjerë fuqia turke. Por ama, në rast se do të ndodhte kjo, atëherë Irani, edhe Irani ka deklaruar që nuk do të rrinte pa ndërtuar dhe do të godiste komplet objektivat siriane dhe objektivat ushtarake siriane të cilat po ngrihen me ndihmën e ushtrisë turke. Pra të gjitha këto materiale turke që janë dhënë Sirisë, nëse do të bëheshin zero dhe çdo ndihmë ushtarake do të shkonte zero totalisht. Ne shkojmë te skenari. Do të vinte sërish Irani një fuqi tjetër më madhe, sepse po ndryn jo vetëm për Libanin, jo vetëm për këtë, por po godet edhe Sirinë. Pra Irani në këtë moment dilte fuqia më e madhe në të gjithë rajonin, edhe sa Amerika dhe se Izraelit marrë së bashku, sepse këto dyja nuk e mbajnë dot, atëherë ndryn Irani dhe e qartë. Pra kjo është ajo që ndodh në këtë aspekt. Jo, më me detaje s'ka më, po Dritan, besoj që kemi 10 minuta kohë për të folur për protestën. Se duam apo nuk duam, është kthyer, le të themi, në një pjesë shumë të rëndësishme të edhe flas të gjithë qytetarët, është diskutimi kryesor. Si e vlerëson aktualisht dhe e nisi me atë që ndodhi dje, vajtja në parlament, ndalimi për pak tek Partia Demokratike, si i vlerëson këto zhvillime të protestës? Veprimet e djeshme janë veprime spontane, pra jo të mirë koordinuara në grup, mendoj una, janë veprime spontane që kanë ndodhur, por që kanë pasur edhe ato efektin e tyre. Pra do të thotë që qytetarët janë të irrituar jo vetëm me qeverinë dhe me Edi Ramën, janë të irrituar me gjithë klasën politike që përfaqëson atë në parlament. Po. Janë të irrituar edhe me partinë opozitare, që është bërë patericë e pushtetit. Janë bërë bashkë. Dhe në ana e veprimit me këtu janë pamjet të Partia Demokratike. Gjithsesi, unë mendoj që është normale kjo që ndodh. Pra qytetarët po tregojnë irritim. Protesta po kthehet në trend dhe është e mirë që protesta në rruginë e Shqipërisë të kthehet në trend. Deri më sot protestat nuk kanë qenë trend në Shqipëri. Po bëhet valla për një protestë paqësore.
protestat kanë qenë problematike në Shqipëri sepse i kanë organizuar gjithë një partitë politike, gjithë një të dhunshme. Krahasoni protestën e 21 janarit që bëri Edi Rama me protestën që bëhet sot për të rrëzuar Edi Ramën. Dakor. Po... Pra, ai vuri flakën institucioneve, i vuri flakën bulevardit, ai tjetri i vrau 4 veta për të mbrojtur 2 mure që i përkasin popullit dhe nuk ja ka lënë babai, trashëgim. Nësa sot, qytetarët është dita e 19 që dalin në protestë në mënyrë paqësore. Pse duhet të jetë kthehet në trend protesta? Sepse shqiptarët duhet të kuptojnë që duhet të protestojmë për gjithçka. Sepse mbrojmë të drejtën tonë, është e drejta jonë kushtetuese. Të drejtën tonë kushtetuese nuk e kemi lënë. Me kushtetutë thotë që pushteti i përket sovranit dhe sovrani e ka deleguar atë. Delegimi që i kemi bërë kësaj klase, kjo quhet klasë politike, po është një klasë kriminale. Është një grup i strukturuar kriminal i cili e përfaqëson vetë dhe i quan veten klasë politike. Nuk ka pasur asnjë lloj politike në këtë moment. Që 30 vjet këtu ka ekzistuar një grup kriminal i veshur me kostume kollare, me logo partijake dhe quheshin klasë politike. Politika tyre vetme ka qenë grabitja, banditizmi dhe zhbërja e këtij vendi. Qoftë nga ana demografike, duke i detyruar shqiptarët të largohen ditë me ditë nga këtej, qoftë nga ana territoriale, duke i bërë koncensione fqinjve tanë të cilët nuk duan të na shohin. Dritan, po për sa i përket një nga momentet e rëndësishme të paktën të referencave që kemi në Ballkan janë protestat në Serbi ku thonë specialistët, thonë një nga arsyet pse që e konsumojnë më së shumti është pikërisht pafuqia e kësaj proteste për të akomoduar brenda saj edhe opozitën zyrtare në Serbi. Pra, pyetja është, a nuk duhet jetë fokusi vetëm tek dorëheqja e kryeministit Rama dhe çdo lloj përpjekje për ta devijuar këtë fokus, sepse aty në atë protestë ka dhe qytetar me bindje të djathta që janë... Protesta nuk është kundër bindjeve. Protesta nuk është kundër kajeve të djathta dhe të majta. PD-ja dhe PS-ja nuk janë kaje të majta dhe të djathta. PD-ja dhe PS-ja janë 2 parti uzurpatore të majtës dhe të djathtës, por që po të shohësh në ato çfarë kanë bërë këto 35 vjet, nuk kanë lidhje as me të majtën as me të djathtën si koncept politik. As njëra dhe as tjetra. S'kan asnjë lidhje me konceptet politike të majtës ose të djathtës. Pra janë uzurpatore të këtyre koncepteve politike. Dhe po thua që... Dhe nuk ka asgjë. Sot populli ka dalë në protestë, jo kundër koncepteve politike. Populli atje nuk po kërkon që të mos ketë më parti politike, nuk po kërkon që mos ketë më koncepte. Populli ka dalë kundër këtyre të dyjave, pra, kundër qeverisë, Edi Ramës dhe Sali Berishës, të cilët kanë uzurpuar këto dhe na i shesin si koncepte, por në rast nuk është vetëm një e vetme. Është vetëm një klasë kriminale e këtyre personave. Sepse Sali Berisha është kthyer në patericë të Edi Ramës. Dhe nuk mund të akomodohet opozita, e cila deri dje ka bërë të njëjtat gjëra që ka bërë pozita sot. Nuk mund të akomodohen ata të cilët e trajtojnë tokën e shqiptarëve si pronë të tyre personale. Njëri e shet me një euro, njëri i jep për investime strategjike. Ndërkohë që prona i përket këtij kombi, këtij shteti nuk është pronë e qeverisë. Duhet kemi një koncept të qartë të gjithë shqiptarët. Shteti, prona e shqiptarëve, toka e shqiptarëve, deti e shqiptarëve, është i kombit shqiptar, nuk është i shtetit shqiptar. Shteti është thjesht menaxhues, sepse shteti shqiptar është krijuar nga kombi, nuk e krijoi shteti kombin. Po e krijoi kombi shtetin. Pra shteti shqiptar erdhi pasi ishte krijuar kombi shqiptar dhe kombi shqiptar ishte krijuar, ishte akomoduar, ishte dhe ndodhe në 4 vilajete të ndodhura brenda Perandorisë Osmane. Dhe ekzistonte si komb. Dhe ishte një nga kombet më të ndritura dhe më të forta të Perandorisë Osmane, që i kishte dhënë 37 kryeministra Perandorisë Osmane. Dhe për këtë arsye, ky komb formoi shtetin, dhe shtetin e formoi si administrator, jo si pronar. Pra këtu ka ndryshuar koncepti dhe këta kanë uzurpuar konceptin dhe këta mendojnë se shteti është pronar dhe po shesin tokën e shqiptarëve. Njëri e shet me një euro, njëri jep për investime strategjike që nuk dihet nga vijnë. Këto investime strategjike të bandave kriminale me të cilat bashkëpunojnë. Në këtë moment këta e kanë vrarë çdo lloj opsioni për të bërë palë në këtë aspekt. Qoftë pozitë, qoftë opozitë, nuk janë më palë. Këta janë kundërshtarët, nuk janë palë. Prandaj po kërkohet të ndryshojmë të sistem. Pra, jo të rrëdzojmë neve konceptet politike. Konceptet politike janë krijuar përpara nesh. Nuk i rrëdzojmë konceptet politike, pa ma të shkojmë te koncepti politik.
dhe jo te uzurpimi. Prandaj nuk mund të jetë palë opozita. Në Serbi ka ndodhur në Serbi ishte komplet diçka tjetër. Këtu po kërkojmë dorëheqjen e qeverisë dhe pjesën tjetër që është normalisht që me kushtetutë i ke krijimin e një qeverie teknike, por ama ne nuk kërkojmë zgjedhje të parakoshme. Neve, kur them neve, pra po jap vetes të drejtën deri u protesta, protesta kërkon ndryshime kushtetuese. Sepse kushtetuta aktualisht i ka bërë këta pronar. Jo, siç e thash, pronari është kombi, nuk janë këta. Pra po kërkojmë që popullit t'i kthehet legitimiteti. Këta që e kanë marrë nuk mund të jenë palë, sepse ne po kërkojmë të ndërtojmë një shtëpi të re. Shtëpinë e re nuk e ndërton dot me gurët e shtëpisë vjetër. Do marrë shtulla të reja ta ndërtosh. Këtë po kërkojmë. Dhe ka njerëz që thonë ashtu si ju që do lodhen si në Serbi. Në Serbi kanë protestuar dhe gjithnjë ka protestuar Serbia. Në aspektin e protestave Serbia mban primatin në Ballkan. Për këtë protestat e fundit ka qenë kundër qeverisë dhe opozitës. Mund t'ja kesh natin, po hakun nuk e ha dot. Pra gjithnjë që ka qenë në Shqipëri është që në Shqipëri në këto 35 vite nuk ka pasur protesta popullore. E fundit ka qenë në vitin 1990.